kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës, është projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 16/2018 për diasporën të ndryshuar. Të nderuar kolegë, kjo është një nismë e depozituar nga deputeti Vasil Sterjovski. Sipas rregullores së Kuvendit, deputeti ka të drejtë të paraqesë nismën dhe fjala është për deputetin Sterjovski. Të nderuar drejtues së seancës, të nderuar deputet, të dashur qytetarë. Në cilësinë e subjektit kushtetues, kam propozuar projekt ligjin për një ndryshim në ligjin nr. 16/2018 për diasporën. Kjo nismë vjen në përputhje me nenin 81.1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe është mbështetur nga shumica e shoqatave të cilat mbrojnë të drejtat e minoriteteve në vendin tonë. Ky projekt ligj ka si qëllim kryerjen e disa shtesave dhe ndryshimeve në ligjin nr. 16/2018 për diasporën, me synim për të siguruar përfshirjen e pjesëtarëve të diasporës shqiptare, të cilët i përkasin pakicave kombëtare në nismat dhe aktivitetet që ndërmerr Ministri i Shtetit për diasporën dhe agjencitë e tjera përgjegjëse. Nëpërmjet Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës të financohet edhe individ dhe shoqatat që përfaqësojnë minoritetet në diasporën shqiptare. Duke qenë se në grupin e shtetasve shqiptar, migrant që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në mënyrë të ligjshme janë edhe shtetasve shqiptar, pjesë e minoriteteve, të cilat kontribojnë rregullisht në zhvillimin ekonomik të vendit, e vlerësoj si një ndërhyrje të rëndësishme në legjislacion krijimin e mundësisë së bashkëpunimit të Ministrisë së Diasporës me shtetasit shqiptar që i përkasin pakicave kombëtare, si dhe shoqatave të pakicave kombëtare në diasporë. Pjesëtarët e diasporës shqiptare të cilat i përkasin pakicave kombëtare japin një kontribut të rëndësishëm në afirmimin e përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë në vendet ku kanë emigruar, jetojnë dhe qëndrojnë. Ata kontribojnë çdo vit në zhvillimin ekonomik të vendit nëpërmjet dërgesave të remitancave pranë familjeve të tyre, por edhe nëpërmjet investimeve të ndryshme në thyllimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, përfshirë ato në fushën e bujqësisë, turizmit dhe zhvillimin e zonave rurale. Për këtë arsye, Ministria e Shtetit për Diasporën, si dhe agjencitë që merren me bashkëpunim me diasporën, duhet të kujdesen institucionalisht dhe të përfshinë në aktivitetet e tyre edhe pjesëtarët e minoriteteve, të cilat si shtetas shqiptar janë pjesë e diasporës shqiptare. Vetëm kështu pjesëtarët e minoriteteve në diasporën shqiptare do të ndihen të respektuar dhe të mirëpritur nga vendi i tyre të origjinës dhe do të japin kontributin e tyre më të madh në zhvillimin social-ekonomik të Shqipërisë. Të nderuar deputet, në mbledhjen e Komisionit për Politikën e Jashtme, ku u diskutua ky projekt ligj, Komisioni vlerësoi se projekt ligji propozuar nuk duhet të miratohet. Relatori për Komisionin, zoti Anor Shameti, sqaroi se nisma ligjore vjen në kundërshtim me legjislacionin ekzistues, nga njëra ana i pakicës kombëtare, ligji i vitit 2017, dhe nga ana tjetër merret me legjislacionin për diasporën me ligjin e vitit 2018. Komenti i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme ishte se këto propozime bien në kundërshtim me konceptin e diasporës dhe të pakicave kombëtare dhe që individët që përkasin pakicave kombëtare janë shtetas shqiptar dhe si të tillë gëzojnë të gjithë të drejtat të jenë pjesë aktive të diasporës apo të konsiderohen pjesë e saj në përputhje edhe me parashikimet të vetën e 2 të ligjit nr. 16/2018 për diasporën dhe mbetet e panevojshme për këtë arsye përfshirja në ligj specifikisht e faktit se ata i përkasin një pakicë kombëtare. Pra ky ishte komenti zyrtar i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme lidhur me këtë projekt ligj. Ndërsa nga ana tjetër Ministri i Shtetit për Diasporën, zoti Pandeli Majko, në komision sqaroi se nuk ekziston asnjë model të njohur ndërkombëtar trajtimi antarëve të minoriteteve si diasporë, kur pjesëtarët e saj vendosin të largohen nga vendi, shtetësinë të cilit kanë. Dhe legjislacioni për trajtimin e minoriteteve është i ndryshëm nga ai i trajtimit të diasporës, si dhe trajtimi i minoriteteve me statusin e diasporës jashtë kufive shtetëror, nuk mund të bëhet bazuar në parimin e shtetësisë. Pra nga njëra anë, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme thotë se që individët që përkasin pakicave kombëtare janë shtetas shqiptar dhe si të tillë gëzojnë të gjitha drejtat të jenë pjesë aktive të diasporës apo të konsiderohen pjesë e saj, ndërsa nga ana tjetër, Ministri i Shtetit për Diasporën, zoti Majko, ka qëndrim të kundërt nga ai i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe mendon se trajtimi i minoriteteve me statusin e diasporës jashtë kufive shtetëror nuk mund të bëhet bazuar në parimin e shtetësisë. Kjo është kontradiktore. Të nderuar deputet, trajtimi i individëve që u përkasin pakicave kombëtare, të cilat janë pjesë e diasporës shqiptare, nuk mund të rregullohet me ligjin nr. 96/2017 për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë. Ky ligj rregullon ushtrimin e të drejtave të personave që u përkasin pakicave kombëtare në territorin e Republikës së Shqipërisë në përputhje me parimet e parashikuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë
dhe konventën kuadër të Këshillit të Evropës për mbrojtjen e pakicave kombëtare. Dërsa ligji numër 16/2018 për diasporën rregullon mënyrën e mbajtjes, të forcimit dhe realizimit të lidhjeve të diasporës me vendin e origjinës. Në anenin 2 të ligjit numër 16/2018 për diasporën, përkufizohet se diaspora përfshin çdo person i cili është lindur në Shqipëri dhe jeton jashtë kufive të saj. Në këtë kontekst, komenti i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për këtë projekt ligj është korrekt, por praktika e drejtanishme ka treguar se Ministri i Shtetit për diasporën, si dhe agjensitë që merren me diasporën nuk kujdesen edhe për antarët e pakicave në diasporë. Kemi pasur 2 samitet të diasporës dhe nuk është ftuar asnjë personalitet i shquar shtetës shqiptar që i përket minoriteteve, ose nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, nuk është financuar asnjë individ ose shoqat që përfaqësojnë minoritetet në diasporën shqiptare, pavarësisht se ky fond financohet nga të gjithë taksapaguesit shqiptar, përfshirë edhe taksat pjesëtarëve të pakicave kombëtare si qytetar lojal të vendit tonë. Për sa i përket sqarimin e ministrit Majko se nuk ekziston model të njohur ndërkombëtar trajtimi i antarëve të minoriteteve si diasporë, kur pjesëtarët e saj vendosin të largohen nga vendi, shtetësinë të cilit kanë, këtu është shembulli me fqinjin tonë lindor se si Maqedonia e trajton diasporën maqedonse. Institucionet të cilat merren me trajtimin e diasporës maqedonse i trajtojnë njësoj të gjithë shtetësit maqedonës në diasporë pavarësisht nga përkatësia etnike, qofshin ata maqedonës, shqiptar, turq, vlleh, serb, bosnjak, egjiptian e të tjerë. Personat e shquar nga diaspora maqedonse nga të gjithë bashkësitë etnike janë të ftuar në të gjithë aktivitetet për diasporën maqedonse të organizuara nga institucionet qeveritare maqedonse. Kur shkojnë jashtë vendit për të vizituar vendet ku ka një diasporë maqedonse, ministri i diasporës dhe drejtori i agjencisë për diasporës takohen me të gjithë përfaqësuesit e diasporës maqedonse, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike, siç janë maqedonësit, shqiptarët, turqit, romët, vllehët, serbët, bosnjakët, egjiptianët e të tjerë. Në 10 vitet e fundit, institucione përkatëse për diasporën në shtetin e Maqedonisë kanë dhënë rreth 400 projekte, të cilat janë përdorur nga të gjithë qytetarët maqedonas dhe shoqatat që ata përfaqësojnë, përkatësisht antarët e komunitetit maqedonas nga të gjithë bashkësitë etnike, pa asnjë paragjykim. Shteti financon edhe mësues në gjuhë anëtare për antarët e bashkësive etnike të cilat banojnë dhe jetojnë jashtë, domethënë në botë. Të nderuar deputet, nga kontaktet që kemi pasur me personalitetet e shquara të minoriteteve në diasporë, por edhe me shoqatat e këtyre minoriteteve, ata ndihen të përjashtuar dhe të diskriminuar nga institucionet e qeverisë së Republikës së Shqipërisë që merren me trajtimin e diasporës. Këta shtetës shqiptar japin një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin socio-ekonomik të vendit, por edhe në afirmimin e përgjithshëm të Shqipërisë në vendet ku jetojnë. Mënyra se si ne i trajtojmë ata, për fakt të keq ne i humbasim ata, në mënyrë të pavetëdijshme ose do të thoja jo rastësisht. Diaspora për shtetin e Shqipërisë nuk mund të jenë vetëm shqiptarët etnik që jetojnë dhe qëndrojnë jashtë. Diaspora për shtetin e Shqipërisë janë gjithashtu edhe antarët e bashkësive etnike të pakicave në Republikën e Shqipërisë, grekët, maqedonësit, vllehët, romët, serbët, malezezët, bosnjakët dhe egjiptianët, të cilat si shtetës shqiptar jetojnë dhe banojnë jashtë. Edhe shtetës shqiptar, grekët, maqedonësit, vllehët, romët, serbët, malezezët, bosnjakët dhe egjiptianët, të cilat jetojnë dhe banojnë jashtë kufive të Republikës së Shqipërisë në botë, janë të organizuar në shoqata. Ato akoma janë shtetës të këtij vendi dhe janë akoma qytetarë të saj lojal. Pjesëtarët të diasporës shqiptare janë të gjithë qytetarët e saj në botë, jashtë kufive të saj, pavarësisht nga origjina etnike dhe besimit fetar. Kjo është arsyeja pse shteti duhet të kujdeset për të gjithë ata në mënyrë të barabartë, për të mbajtur lidhjet e për të ndihmuar zhvillimin e tyre kulturor kudo që të jenë. Prandaj kjo nismë ligjore duhet të mbështetet nga të gjithë deputetët në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sepse synon trajtimin institucional të këtyre shtetasve shqiptar që jetojnë në botë në mënyrë që ata të ndihen pjesë e këtij vendi, pavarësisht se ku gjenden në këtë moment. Dhe më besoni, numri i tyre është mira dhe mira. Me miratimin e projektligjit që unë propozoj, ky vend do të tregojë trajtimin të barabartë për të gjithë qytetarët, që të gjithë janë të barabartë para kushtetutës dhe ligjeve, brenda dhe në botë, pavarësisht nga origjina etnike. Ju lutem mos harroni se shtetasit shqiptar, grekët, maqedonasit, vllehët, romët, serbët, malezezët, bosnjakët dhe egjiptianët, të cilat jetojnë dhe banojnë jashtë kufive të Republikës së Shqipërisë në botë, janë jetësisht të interesuar për këtë vend. Republika e Shqipërisë është dheu i tyre, vendi i tyre i lindjes, njësoj si të gjithë shqiptarët sipas origjinës etnike. Kjo është arsyeja pse ky vend Shqipëria duhet të jetë po aq interesuar për të gjithë ata, kështu të gjithë që do demonstrojnë imunitet të fortë
se Shqipëria është dheu i të gjithë banorëve të saj, pavarësisht nga origjina e tyre etnike brenda dhe në botë. Ju falemnderit.